Kemi shumë kënaqësi të të kemi në stendën e hapësirës dedikuar Premium Media në këtë panajër të organizuar në kuadër të turizmit. Si po gjendeni deri më tani dhe cilat janë impaktet që ju kam dhënë këtë eksperjenca edhe më herët? Kënaqësia është e ime rreth parë. Ne nuk është hera parë që marrim pjesë në panajër, është një nga aktivitetet tona më të rëndësishme për të fuqizuar brandin e kompanisë, por gjithashtu për të lidhur marrëdhënie edhe me kompani tjera të cilat janë pjesëmarrëse nëpër panajëre. Në panajërin e turizmit është hera parë që marrim pjesë dhe ne vim këtë radhë në këtë panajër me një nga projektet tona më të rëndësishme, i cili është i pozicionuar në qytetin e Pogradecit. Duke qenë se është një, siç e dim, është një nga qytetet tona më të rëndësishme ku pjesa më e madhe e turizmit gjatë sezonit veror është e përqendruar atje. Një nga interesat tona është që të mundohemi të gjejmë klient ose mundohemi të gjejmë investitorë të cilët kanë interes për këtë lloj kompleksi. Duke marrë në konsiderat faktin që turizmi pa diskutim është një nga shtyllat kryesore të ekonomisë së vendit. Lidhur me të, në mënyrë shumë të drejtë për drejtë me njëra tjetrën, është dhe industria e ndërtimit apo e real estate. Pse keni vendosur pikërisht në zonën e Pogradecit që të jetë, le të themi, betejë juaj e radhës? Siç e thash edhe më përpara, qyteti Pogradecit është një nga qytetet i cili ka shumë zhvilluar pjesën e turizmit gjatë sezonit veror dhe jo vetëm. Duke qenë se siç dihet, një pjesë e madhe e industrisë të turizmit është e përqendruar në këtë qytet dhe interesi i kompanisë tonë është që të vinim me një projekt të ri jashtë qytetit Tiranës. Kjo është hera e parë që ne ndërtojmë jashtë qytetit Tiranës. Me thënë drejtën, pjesa më e madhe e klientëve që ne kemi, duke qenë se dhe na njohin tashmë sepse kemi rreth 26 vite që jemi në industrinë e ndërtimit, kanë shprehur jashtëzakonisht interes shumë të madh për pjesën e projekti që ne do të ndërtojmë Pogradec, duke e ditur se si ne ndërtojmë, shpejtësinë e punimeve, gjithashtu dhe pjesën e sigurimit me dokumentacionin e pronësisë, që është një ndër elementet më të rëndësishëm kur ndërton. Në çfarë konsiston projekti që do të bëhet në Pogradec? Në kompleks mirëfilli? Projekti është një projekt i mirëfill. Duhet specifikuar që nuk janë ndërtime të larta, duke qenë se qyteti Pogradecit është një zonë e mbrojtur. Jemi munduar të sjellim një projekt i cili të jetë sa më komod edhe për qytetin, por edhe për klientelën tonë. Kryesisht projekti është i përqendruar me objekte 2 deri në 3 kate, që e bën një projekt mjaft interesant dhe është shumë pranë, ndodhet ndërmjet Drilonit dhe Tushemishtit, që është një ndër zonat më të preferuara dhe më turistike në zonën e Pogradecit. Si e ka ndryshuar, le të themi, ky zhvillim i turizmit tregun e real estate? Tregu real estate-it, po themi 15 vjeçarin e fundit, ka qenë një ndër industritë më të rëndësishme dhe le të themi ka qenë një ndër fuqitë më të mëdha të ekonomisë së shtetit tonë. Duhet thënë se për shkak se ka ndryshuar dhe mentaliteti i vendeve europian ose vendeve tjera përkundrejt vendit tonë, një pjesë e madhe e klientëve të huaj shpesh shprehin interes për të investuar në Shqipëri dhe këtë e kemi vënë re edhe tek projekti që ne do të ndërtojmë Pogradec, i cili është një impakt dhe një imazh shumë i rëndësishëm jo vetëm për firmën tonë, por për qytetin e Pogradecit, por edhe për Shqipërinë, sepse një pjesë e madhe e klientëve që ne kemi pasur interes janë kryesisht të huaj, por duhet thënë që janë edhe emigrantë shqiptarë të cilët jetojnë në vendet tuaja, kryesisht nga zona e Amerikës kemi pas shumë interes. Në fakt kjo është pyetja e radhës se cila është tipologjia e klientelës për këto prona, por çfarë ju shihni është që këto prona shfrytëzohen për banim apo shfrytëzohen edhe këto si një ide biznesi për të shfrytëzuar më pas si Airbnb apo koncepte të tjera në industri? Po, është e vërtet. Një pjesë e këtyre pronave janë marrë për banim individual, si prona ose apartamente të dyta. Por duhet thënë që kemi patur kërkesa edhe nga klient, duke qenë se ne ndërtojmë kryesisht tipologji të vogla në këtë zona. Dhe një pjesë e klientëve shprehin interes që mund t'i marrin dhe për investim, për t'i përdorur në të ardhmen për Airbnb ose Booking, duke qenë se janë zona turistike dhe kanë interes edhe për këtë lloj sektori. Si do të variojnë apo si janë çmimet për blerjen e një banese të paktën në këtë kompleks të Pogradecit? Çmimet për mendimin tim, por edhe nga ajo që unë kam hasur në raport me klientët, janë shumë konkurruese.
Çmimi aktualisht është rreth 1500 euro metri katror, që është një çmim mesatar për zonën. Por duke qenë se firma jonë i mundson klientëve disa lehtësira, siç është pjesa e financimit, ka qenë një çmim mjaft i favorshëm dhe që ka qenë deri diku i preferuar nga pjesa e klientëve. Unë sugjeroj që gjithë klientët që kanë interes ta shikojnë si mundësi investimi, jo vetëm se qyteti Pogradecit po zhvillohet jashtëzakonisht shumë periudhën e fundit, por i siguroj gjithë klientët dhe ata që kanë investuar dhe kanë blerë apartamente me mua që do jetë një kthim investimi shumë i madh në 5-vjeçarin e ardhshëm. Domethënë ne realisht me të vërtet mund të marrim një çmim që për zonën për momentin më duket pak më i lartë se sa tregu, por do të ketë një kthim investimi shumë të mirë në 5-vjeçarin e ardhshëm. Shumë faleminderit, uroj sa më shumë punë, godina të bukura dhe sa më shumë shitje. Faleminderit juve, gjithë mirë. Faleminderit, kënaqësi.